U largua nga shkolla por nuk mbriti në shtëpi, humb 7 vjeçari në Elbasan. Prindrit në panik kërkojnë ndihmën e qytetarëve për gjetjen e voglushit. Një 7 vjeçar ka humbur në Elbasan. Mësohet se i mituri, Andi Çakalli, ka dalë nga shkolla në infrashëri në orën 10. Prindrit e voglushit janë në panik për fatin e tij, ndërsa kërkohet ndihma e qytetarëve që të ndihmojnë në gjetjen e tij. 7 vjeçari kishte veshur këmish të bardhë dhe pantallona jeshila. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.